këtyre që Rama thot për rritjen e pensioneve, për rritjen e këtyre do rritin ministeri, ka fajin ministeri jashtë, dhe gjithë të gjëra, domethënë, tash tha diktet të bëshën fermerë, nuk përshojmë asë të gjërë, të tash re, për s'ka ku dhe ma asërena, është normal. Edhe njëzit të një, e ka fajin krye, e ka fajin e gjithë qeverisë, që ka 12 vjetë. Adë, duhan, të ndajmë, e një të një, bolma të shi është, Rama pushtet, qeveria vërësërisë do të tiki, do të kryohet e qeveri teknikën, ndrohet pushteti, veri tjetër është i keq, ai të ndrohet dhe ai, kaq, vetëm rotacione s'po ta Shqipëria. Sa më shumë rotacione, edhe drejtësia për shkak. Ja flasim me çik për drejtësi. Në qoftë se një njeri ose një qeveri rri 16 vjet pushtet dhe një prokuror rri 6 vjet, ai ka frikë nga mreti, thotë, ky rri 16 vjet, unë rri 6, ky do të vdeqim, në qoftë se rri prokuror 9 vjet dhe i qeveri 3 vjet, atëherë prokurori dhe drejtësia s'ka frikë nga atij dhe i dënon. Kështu që shpëtimi i Shqipërisë është vetëm rotacionit. Edhe ky nuk bën, ndroje, edhe ky tjetër ndroje. Protestat. Protestojnë njerëz, protestojnë ikni ke Lafaj, ikni ke Partitë Demokratike, ikni ke Qori, ku doni ikni, vetëm protestojnë, ose votoni për ç'i doni më. Po bëmë sa ashtu, po pleq. Vini menë se e morëm qafë për Shqipërisë. E morëm qafë për zonin, ditë për ditë për ngjojmë vdishki plagu, jo vdishki në ilaçet. Ikën Sokol, ai që është gazetari stafa, atje ikën atje prapë njëri tjetër i shëndet kishte i laçë. Dinin menë, lani idealet, duhen harru idealet, ka ideale më. Kur vi kohë, votoni, thot ndryshoni. Kuptova zotëri. Harrojnë idealet, është i kohë. Votoni, ndoroni. Votoni për parti 3, votoni për parti tjetër, për polma, do të gjëru. Kuptova zotëri. Faleminderit për telefonatën. Fundjavë të mbarë në vijim, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mëngjes. Përshëndetje, zotëri. Sa këtë ndrojmë partinë, po. Është 2 parti janë këtu më zotëri, 2 janë më. Këtu janë 50 partit registruar, zotëri. Po, janë kota ta mërta, ata janë parti pa antarë. Janë vetëm kryetar Kanada, okej. Vetëm i kryetar kanë ata dhe nuk kanë asnjë gjë tjetër, nuk kanë madhe. Prandaj që këta Partitë Demokratike do të ndroj kaqin në karrocë. Po të ndroj kaqin në karrocë, ai ka kot. Ai kaq ka mbaruar, ai nuk futet më në karrocë. Po mirë, edhe 3 partitë të tjera janë parti të mëdha që kanë antar. Ka partish janë ata më për parti. Ato morën gjë të vota më zotëri, morën 70.000 vota, 80.000 vota. Po çka 70.000 vota morën ata, më bën asnjë gjë kanë ata. Ai Partia e Lirisë në ja ka shku në fund, 2 partijet e socialiste dhe demokrate. Po Shqipëria bëhet mundësia, lëvizja bashkë. Të shi përsa i përket atë protestës. Protesta e Partisë Demokratike, unë them që ka dështu pa fillu. Po kjo parti pse bën protestaj? Për të mbrojtur Saliut. Për të mbrojtur pronët e Saliut. Jo mërzotëri, jo. Saliu do t'jap llogari për pasuritë që ka. Do t'jap llogari për pasuritë, por ka pasuri. Për Saliu ka bën 99.000 vjet në Shqipëri. Si mund ta besoj kush Saliu më? Nuk vjen Saliu për shtret mërzotëri, sepse jo vetëm për moshën, pa ai është i zhytur në korrupsion. Ai në 45 ditë ai është përkujtimori ai se janarit. Ka dhënë llogari ky njeri për se janarit. A ka dhënë për 97, a ka dhënë për Gëdecin. Po s'ka dhënë llogarinë e paraligjit ky. Po vetëm ato sekuestrat e pasurisë së tij e bëjnë ato që duhet të ul kokën, e do t'i goj fal shqiptarëve. Hajde, miru pafshim. Miru pafshim, zotëri. Dhe miru t'gjofshim, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Alo. Përshëndetje. Jam një minator, që ka punu Buqis, ka dalë pension në 1224. Po. Edhe du të di, a më kap që kjo shtesa 18.000 lek mua po jo. Varet si është konsideruar pensioni juaj, zotëri? Ja, pension minatori.
Pensioni minatorit nuk jam në dieni, ditën e hënë zotëri do pyesim zotin Hoxha. Rregull, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje.